Dashi, do bëjmë parashikimin për shenjën e dashit për muajin shkurt, 2026, në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, me financat, me biznesit, çfarë do na thonë letra tarot për shenjën e dashit për muajin shkurt. Shikoj që për muajin shkurt dashi do e filloj me një energji pozitive, energjia do jetë super e mirë. Juve të shenjës së dashit për muajin shkurt, duhet keni kujdes nga personat dhe josha të ndarë të divorcuar, persona që ju japi një energji negative, mos merrni opinion të tjerëve, duhet të ecni përpara, duhet të jepni ndërtim vetes tuaj. Mund të jeni pak gjendje ankthi, gjendje stresi, energji negative, mendime të këqija, izolime mentale, konflikte me veten, duhet të hiqni mendime të këqija, mund të keni edhe pak frikrat e tua. Frikrat tuaja, por duhet të ishni dhe frikrat tuaja juve të shenjës së dashit. Do bëni udhëtime të gjata, nëse keni venduar për muajin shkurt, do bëni udhëtime të gjata. Në të kaluarën tuaj, keni pasur gjërat e turbullta, por do qartësojnë nga juve, do keni qartësime, duhet të besoni intuitës tuaj, energjisë tuaj. Shumë mendime të këqija ju vinë në kokë, keni super të mbingarkuar, keni një mbingarkesë, po mos mirëni opinionin e tjerëve, duhet të ecni përpara. Nga ana shpirtërore do gjeni një qetësi shpirtërore, duhet të keni kujdes, duhet të besoni intuitës tënde tuaj, energjisë tuaj. Një forcë e errët mund t'ju bllokojë ose një energji negative mund t'ju bllokojë gjatë muajit shkurt, duhet të keni kujdes. Do jeni një familje kompletuar, një dëshira juaj do të bëhet realitet. Nëse keni venduar juve të shenjës së dashit për një blerje të shtëpie, dëshirë për shtëpinë tuaj, dëshira juaj do t'ju bëhet realitet. Një trashëgimi, një pasuri nga ana financiare do jeni të kompletuar, do keni ribashkime, nëse juve të shenjës së dashit keni ndarje, do keni ribashkime, ripajtime, fejesa, tavolin, ditëlindje. Jeni persona që punoni dhe do keni përfitime të vogla në lek. Do vi një dashuri pasionante, pak pengesa në partneritetin tuaj, do keni një ngritje ekonomike, financiare, probleme shëndetësore nuk shikoj, por nga ana shpirtërore do gjeni një qetësi shpirtërore juve të shenjës së dashit. Dhe për muajin shkurt, shenja e dashit do ketë një energji pozitive, do të ecin gjërat mbar, si në punë, si në dashuri, si në familje, si në ngritjen ekonomike, financiare, dhe shenja e dashit për muajin shkurt do jetë me ribashkime.